Kur zia mbulon shtëpinë, gjithçka ndryshon. Ndryshon ajri në të, ndryshojnë orendit, ndryshon shtëpia, ndryshojnë kujtimet. Kështu thonë gjithë njerëzit që kanë provuar, se çdo të thotë të humbasësh atë që shpesh herë themi gjysma jonë më e mirë, njeriu e jetës, bashkëshortin, të dashurin, gjysmën e zemrës. Megjithatë është një grua e cila e ka provuar këtë humbje, por ka ditur që ta përjetoj normalisht në gjithë dhimbjen e saj, edhe të vazhdoj të jetoj dhe të jetoj bukur madje. Fillojmë. Rita Petro, mirë se erdhe në podcastin Më Thuaj. Kënaqësi që të kam këtu. Është gjithmonë kënaqësi që t'jem dhe aq më tepër në këtë podcast ku krijohet një marrëdhënie më e ngrohtë, më e afërt se sa në fakt me televizionin. E vërtet është, kamerat e televizionit ato sytë e mëdha sikur e humbasin intimitetin, podcasti është më i ngrohtë, është gjinia e momentit. Fola pak në hyrje sepse dua të di se si menaxhohet ajo që gjithë e dim Zia. Ne jemi një popull pak i rëndë, me tradita të rënda, me ato veshjet e errta, me etj. Pse ty? Sepse ti je një gra shumë e suksesshme dhe një gra që e goditur nga një humbje e njeriut të dashur të jetës. E para njerë dua të di në karrierë sa vjet ke ti që shkruan, që je shkrimtare, që ke shtëpinë tënde botuese, sa e gjatë është kjo rrugë në vite? Nëse do i numërojmë të gjitha vitet, po mendoja se kam filluar punë në vitin 1985 në shtëpinë botuese të librit shkollor. Atje quhesha më e reja dhe kisha ato vështirësitë sepse kishte shumë gra në shtëpinë botuese të librit shkollor, më pak burra dhe në një mjedis me shumë gra ku jo se s'kishin punë, kishte gjithat punë, po përsëri tash e themet ishin shumë të pranishme. Po. Dhe në ato mjedise bëheshin nga një ranë tash e theme që s'm pëlqenin fare, dhe nga ana tjetër ishte, do të thënë unë kam arritur, janë të brezi që kam arritur dhe propagandën komuniste. Dhe ishin ato të premtet e famshme që lexoheshin librat. Çfarë ndodh të premteve? Koseverit, lexoheshin librat. Po çfarë libra? Artistik Jo, librat e Enver Hoxhës. Veprat. Lexoheshin veprat. Dhe ishin dy gjëra që urreja më shumë. Kjo dhe ajo. Pro duhet të thash e themi dhe leximi veprave. Leximi të premte. Pra unë kam arritur. Kam arritur edhe të diellat që bëheshin punët vullnetare, po ajo nuk më bënte shumë problem, se ajo duket sikur më shumë bëheshin më kolektiv, bëheshin më të dashur me njëri tjetrin, na fçonin në ato fushat e misit që do mbyllim kallinë e misit ose diçka tjetër, dhe atje të paktën ndjeja atë lirinë e natyrës. Shiko, pse po shmangemi pak, do kthehemi tek çështja për cilën ne do të flasim sot, po kjo e veprave se unë nuk e kam arritur atë kohë. Tani lexoheshin veprat e shokut Enver. Po. Lexoheshin veprat, pra quhej dita e edukimit. Dikush i lexonte, do e thënë ishte gjithë kolektivi, dikush i lexonte se po, normal sekretarët e partisë, ata që ishin dhe çfarë ndodhte për shembull asgjë, ideja ishte gjysmore sa. Quhej tani dhe unë se kam fiksuar sepse mua pak vite më ngelën dhe pastaj ndodhi ndryshimi i sistemit. Se 85-a. Dhe e të mërshme apo normal, shiko, në atë kohë e të mërshme e pa të mërshme, në atë kohë ishte një gjë se njeriu është një qenia më e përshtatshme, them unë. Në atë kohë nuk dukej e çuditshme sepse ndodhte gjithmonë. E kuptoj. Sot, po ta shohim nga dita e sotme, normal, madje për mua më tepër se e të mërshme qesharake. Nuk ishte gjë më qesharake. Por që megjithatë, kalojmë. Ti llogaritësh me të premtet që njerëzit tani mezi presin të ikin ditën e premtes sepse kanë 40 vjet kanë kaluar, duket si 400 që nga libri shkollor sa i bie 1985 edhe 2025, që ky është profesioni im, të cilin me thënë drejtën Mirela nuk e kam trajtuar asnjëherë si profesion, unë kam trajtuar poezinë, pasionin tim, po për profesionin nuk e kam trajtuar asnjëherë. Dhe je suksesshme në profesionin tënd. Je suksesshme sepse ti ke qëndruar vetes tënde, i ke qëndruar rritës. Dhe kam parasysh momente jo të leta publike, do me thënë, në një juri festivali ke marrë vendim që ke menduar që ashtu është dhe ke marrë vendimin. Ke botuar libra që provokojnë.
ke qasjen tënde provokuese dhe sfiduese, sidomos ndaj njerëzve që kanë ca kënde të ngushta në jetën e tyre dhe ti nuk e ke pas fare problem këto. Dhe të gjithë e din këtë. Unë doja të eci pak shpejt dhe të vinë në një moment kur pas një divorci ti kishe një raport shumë të mirë me dashurinë e jetës tënde. Të dy kishit pasur divorcet tuaja dhe filluat dhe të ndërtoni dhe ndërtuat jetën bashk, ndërtuat një shtëpi botuese bashk. E kishin si thua lidhjen publike. Lidhja juaj ishte absolutisht publike dhe absolutisht shumë e ndershme me të gjithë, me veten tuaj në radhë parë. Dhe unë kam idenë që kjo ka qenë më rëndësishme për ty. Ti je e ndershme me veten tënde në atë që bën, apo jo? Atë e mendoj gjithmonë, Mirela, sidomos kur jap edhe intervista, gjithmonë mendoj sikur vetëm një njeri të di që unë po them të gënjeshtërtën, unë do ndihesha shumë keq. Dhe për atë njeri, unë në televizor do thoja vetëm të vërtetën. Dhe çudite me disa njerëz që si ka mundësi që kanë rrethe që i njohin dhe janë aq hipokrit. Këtu nuk dua të them që njeriu me jetën e vet në një farë mënyre, po të flasim me një gjumë popullore, do e nxjerrë në pazar gjërat cilat janë shumë intime, sepse ti për gjërat që janë intime do respektosh edhe tjetrin, ti nuk je asnjëherë vetëm. Nëse ti do shkruash do flasësh për nënën tënde, për babain, për njerëzit e rrethit tu, për një mik të ngushtë, për partnerin, ti gjithmonë ka një kufi, ka një etik me cilin neve flasim. Por kur japim disa mesazhe, aty duhet të jemi shumë, shumë sinqert. Nuk mund të jap unë një mesazh, qoftë për dramën e tradhtisë dhe për gjithë ato gjëra që gjykohen sot nga opinioni, nuk mund të jap unë një mesazh hipokrit. Mesazhi im gjithmonë do të jetë një mesazh pozitiv që ka lidhje me ndjesi, që ka lidhje me dashurinë e madhe që njeriu e ngren shpirtërisht, në raport me një moral të ngurtë që i mban njerëzit me hipokrizi në një shtrat, gjë që unë e kam thënë dhe me vargjet e mia, e kam thënë edhe me romanin e fundit që kam bërë, dhe sidomos tani ma kujtove, jo ma kujtove se unë jam duke punuar, dhe as nuk e dija se çfarë pyetjesh do më bëje, sepse unë po punoj me poemën e mungesës dhe pikërisht, do e nxjerr tani përpara panajit librit, por pikërisht të dua të them për poemën e mungesës, e kam parë në të gjitha dimensionet, vlerën, virtytin, raportin e lirisë, liria individuale me lirinë shoqërore, dhe sa të zotët janë ata njerëz të cilët dinë të mbajnë ekuilibra. Poema e mungesës, pse? Poema e mungesës. Ka lidhje me mungesën time individuale, ka lidhje me vetëmi që sot në një botë me një teknologji që ecën në një mënyrë të jashtëzakonshme, është habitshme që njerëzit, jo vetëm ne, nuk flas vetëm për moshën time, po dhe të rinj, ka momente që ndihen shumë të vetmuar dhe nuk e gjejnë veten në gjithë këto pamje të ndryshme, simbolikisht do të thoya pamjet e ndryshme që na shfaqen në rrjetet sociale, pamjet e ndryshme që na shfaqen për sekonda dhe lëvizin dhe papritur ti thua ku jam unë në gjithë të lëvizje që po më ndodh. Dhe pikërisht e kam kapurcyer pjesën e mungesës individuale, e kam shtrirë në mungesën e madhe, edhe shoqërore, edhe vetmin e një populli të vogël. Ç'a ndodh me një popull të vogël? Pse ai është i vetmuar? Është përpara dhe politikanëve të botës, po është dhe përpara politikanëve të vet. Pra e kam shtrirë këtë mungesë në të gjitha planet dhe mendoj që se di e kam bërë shumë kohë. Nëse po pres ta lexoj poemën e mungesës, edhe dua të ndalem në një mungesë tjetër. Sa kohë qëndrove me njeriu tënd të zemrës që nuk jeton më? Periudha e dashurisë dhe tranzicionit mund të ketë qenë 2-3 vjet, derisa ne vendosëm që kaluan edhe 3-4 vite të tjera që jetonim të ndarë, dhe pastaj tamam si një lloj bashkëtese apo si mund të quhet, që është shumë e ngjashme me një çift të martuar. Pastaj shkoi dhe 15 vjet, por që kur jemi njohur kanë qenë 22 vite. Pra 22 vite bashkë. Që s'kemi ndenjur asnjëherë pa folur me njëri tjetrin, edhe kur kemi qenë larg, asnjëherë pa telefonuar disa herë, derisa kemi thënë mirëmëngjesin bashkë dhe natën e mirë e kemi thënë gjithmonë, dhe kur kemi qenë të mërzitur nga njëri tjetri, hatër mbetur, do me thënë kjo nuk ka munguar asnjëherë.
22 vite bashk, 22 vite bashk edhe kështu, do të thënë mirëmëngjes, Po. natën e mirë edhe kur ishte Edhe të kur kemi zënë, qenë larg, edhe të mërzitur. edhe me të njëri tjetrin. mërzitur.